Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić është duke u përballur me një nga akuzat më serioze në karrierën e tij politike. Gazetari investigativ kroat Domagoj Margetić ka paraqitur një kallëzim penal në prokurorinë e Milanos, duke akuzuar Vučićin për një përfshirje të mundshme në të ashtë quajturat Sarajevo Safaris. Praktika këto makabre gjatë rrethimit të kryeqytetit të Bosnjës dhe Hercegovinës, ku thuhet se turistë huaj dhe nacionalistë serb paguanin për të qelluar me snajper ndaj civilëve të paarmatosur. Ky zhvillim ka nxitur reagime të mëdha derisa është kritikuar mjaft shumë presidenti serb. E në lidhje me këto akuza dhe raportimet të fundit ndaj Vučićit, ka folur avokati shqiptar Spartak Gjela. Si fillim ai tha se është në dieni për këto akuza të rënda dhe se beson se janë të vërteta të gjitha këto raportime. Për këtë, avokati përmendi faktin se Vučići ishte banditi kryesor në vrasjet që i realizoi Miloševiqi. E di dhe kjo është e vërtet, Vučić njihet si banditi kryesor në vrasjet që ka pas bërë Miloševiqi. Ai një vrasës ka qenë dhe një vrasës është, u shpreh Gjela. Ndër të tjera, avokati potencoi se e gjithë historia e Serbisë bazohet në krime, sidomos në krime ndaj shqiptarëve, por gjithmonë duhet të kujtohesh që e gjithë historia e Serbisë që nga krijimi e deri tani, një krim i gjatë historik kundër shqiptarëve është, por tani ata janë në dekadencë, tha ndër të tjera Spartak Gjela. Theksojmë se mediat italiane raportuan në fillim të tetorit se prokurorët në Milano kanë hapur një hetim ndaj shtetasve italianë që thuhet se u kanë paguar shuma të mëdha parash forcave serbe në mënyrë që gjatë rrethimit të Sarajevës të mund të kishin snajperit e fundjavës dhe të vrisnin qytetar për argëtimin e tyre. Rasti është hapur nga prokurori Alessandro Gobis nën akuzat për vrasje me paramendim të rënduar nga mizoria dhe motivet e ulta. Akuzat aktualisht janë ngritur kundër personave të panjohur dhe burojnë nga një kallëzim i paraqitur nga gazetari dhe shkrimtari Ezio Gavazzeni me ndihmën e dy avokatëve dhe ish gjykatësit Guido Salvini. Sipas dëshmive të mbledhura në gjithë Italinë veriore, këta snajper të fundjavës, kryesisht i thtarë të ekstremit të djathtë dhe adhurues të armëve, mblidheshin në Trieste dhe pastaj dërgoheshin në kodrat përreth Sarajevës, nga ku mund të shtinin mbi banorët e qytetit të rrethuar pasi i paguanin me miliona euro forcat e serbëve të Bosnjës.